Përshëndetje të gjithëve. Sot do të zhyremi thellë në idetë e Dale Carnegie-t për të kuptuar sekretet e tij se si të ndërveprojmë me njerëzit në mënyrën më efikase. Pra, çfarë do bëjmë? Do marrim gjithë atë mençuri dhe do ta thjeshtojmë në një udhëzues praktik, diçka që mund ta përdorim të gjithë. Po, jeni gati? Le t'ja nisim. Okej, le ta nisim me një pyetje. Një pyetje që në fakt është vetë themeli i gjithçkaje që Carnegie na mëson. Mendojeni pak si Chelsea që hap gjithë dyert e tjera. Kjo pyetje na përgatit për gjithçka që vjen më pas. Dhe përgjigja është kaq e thjeshtë sa duket, gati e pabesueshme, por është jashtëzakonisht e thellë. Ajo që na thot Carnegie është kjo: harojeni forcën, harojeni urdhrat. Influenca e vërtet, ajo që funksionon, vjen nga brenda personit tjetër. Pra, e gjithë puna është të zbulosh se çfarë motivon atë person dhe t'i japësh një arsye të fortë për të dashur ta bëj diçka. Po, pikërisht këtu gjërat bëhen interesante. Kjo na sjell direkt te principi numër 1, te gabimi më i madh që bëjmë pothuajse të gjithë, kritika. Pse Carnegie ishte kaq i prerë kundër kritikës, dënimit apo ankesave? Le ta zbulojmë. Tani, dëgjoni këtë citat. Lexojeni me vëmendje. Mund të tingëlloj si diçka e ndjer apo jo? Po sikur t'ju them se këto fjalë nuk vijnë nga një poet, por nga një prej kriminalëve më famkeq në historinë e New Yorkut. Kjo letër u shkrua, imagjinoni pak, ndërkohë që policia po i breshëronte me plumba apartamentin ku ishte fshehur. Dhe ja ku e kemi. Kontrasti shtronditës apo jo? Nga njëra anë fjalët e tij, nga ana tjetër realiteti brutal i krimeve të tij. Ai nuk e shihte veten si monster. Jo, as pak. Ai e shihte veten si një shpirt të keqkuptuar, si një viktim. Carnegie na kujton se ky nuk është një rast i izoluar. Madje edhe Al Capone e quante veten bamirës publik. Dhe këtu është mësimi i madh. 99% e njerëzve, sado gabim të jenë, nuk e fajsojnë kurrë veten për asgjë. Atëherë pse kritika është kaq e padobishme? Përgjigjja është e thjeshtë, sepse njerëzit nuk janë robot logjik. Absolutisht jo. Ne jemi krijesa të mbushura me emocione, të drejtuara nga krenaria jon, nga egoja jon. Kur dikush na kritikon, çfarë ndodh? Instinkti i parë është të mbrohemi, të justifikohemi. Kritika i vë njerëzit në pozicion mbrojtës, lëndon krenarinë e tyre dhe, në fund të ditës, thjesht mbjellmëri. Ndryshimet vërteta, shumë rrallë. Mirë, mjaft me shembuj negativ. Le të shohim dikë që e mësoi këtë art. Dhe kush më mirë se Abraham Lincoln? Ai nuk lindi mençur. Jo. Në rini, i pëlqente të shkruante letra thumbuese duke tallur kundërshtarët. Njëherë gati përfundoi në një duel deri në vdekje për shkak të kësaj. Por ai mësoi. Pika e kthesës, lufta civile. Pas betejës së Gettysburgut, generali i tij, Meade, bëri një gabim fatal dhe e lar mikun të ikte. Lincoln ishte i turbuar. U ul dhe shkroi një letër shkatruese. Por, çfarë bëri? Nuk e dërgoi kurrë. Ai e kuptoi që kritika vetëm do ta plagoste Meadin, do ta bënte të justifikohej dhe nuk do të sillte asnjë të mirë. Pra nëse rregulli numër 1 është mos kritiko, atëherë pyetja logjike është, po mirë, çfarë duhet të bëjmë në vend të kësaj? Dhe kjo na sjell drejt te principi i dytë. Tani do të flasim për atë që Carnegie konsideronte si forcën më të madhe shtytëse pozitive tek njeriu. Të gjithë kemi nevoja bazike apo jo? Shëndet, ushqim, gjumë, para, lista vazhdon. Dhe shumicën e tohës këto i plotësojmë. Por, sipas Carnegie-t, ka një uri tjetër, një uri psikologjike, po aq e fortë sa uria për bukë, e cila shumë shpesh mbetet e pangopur. E cila është kjo? Është ndjenja e të qenit i rëndësishëm, dëshira për të ndjerë dikush. Kjo, thot ai, është ajo që na bën njerëz. Dhe nuk ishte vetëm Carnegie që mendonte këtë. Filozofi i madh William James e tha edhe më bukur. Ai tha se principi më i thellë i natyrës njerëzore është, vini re fjalën, jo thjesht një dëshirë apo nevojë, ai e quajti një dëshirë të zjarrt për të vlerësuar, një etjer e pashuar. Po, ja ku është sekreti. Personi i cili arrin ta shuajë këtë etje të njerëzit e tjerë, ai person do t'i ketë ata në pëllëm të dorës. Dhe si bëhet kjo? Duke dhënë vlerësim të ndershëm dhe të sinqert. Kujdes, ka një ndryshim të madh këtu. Nuk o flasim për lajkat e lira, ato janë false dhe çdo kush i nuhat. Po flasim për vlerësim të vërtet, për të gjetur diçka të mirë te tjetri dhe për t'ia thënë me gjithë zemër. Okej, tani që kemi mbuluar se çfarë nuk duhet të bëjmë, pra, mos kritiko, dhe çfarë duhet të bëjmë, jep vlerësim të sinqert, jemi gati për hapin final. Principi i tretë. Ky është, le të themi, arti i vërtet i bindjes. Si bëjmë njerëzit të veprojnë? Si bashkojmë të gjitha pjesët e puzzle-it? Kjo analogjia e Carnegie-t është thjesht geniale. Ai thoshte: "Mua personalisht më pëlqen shumë lule shtrydhet me krem."
por për një arsye të çuditshme, kanë vënë re se peshkëve u pëlqejnë krimbat. Pra kur shkonte për peshkim, a e vinte në grep luleshtrydhen? Sigurisht që jo, e vinte krimin. Ai mendonte për atë që donte peshku, jo për atë që donte vetë. Pyetja e tij për ne është, pse nuk e përdorim të njëjtin logjik të thjesht kur kemi të bëjmë me njerëz? Dhe kjo nuk vlen vetëm për peshkim. Shikoni Henry Fordin, ai nuk u bë një gjigant industrie duke ndërtuar makinën që i pëlqente atij personalisht. Jo, sekreti i tij ishte sa ju fut në mendjen e blerësit të zakonshëm. Ai e kuptoi se çfarë donin ata, çfarë mund të përballonin ata dhe u ofroi pikërisht atë. Pra, e gjithë ideja është të ndalosh së foluri për atë që do ti dhe të fillosh të flasësh për atë që do tjetri. Pra, ja ku është formula magjike, nëse mund ta quajmë kështu. Mënyra e vetme për të bindur dikë është duke zgjuar brenda tij një dëshirë të fortë. Pra duhet të flasësh në termat e asaj që ai person dëshiron. Carnegie thotë qartë, personi që zotëron këtë aftësi e ka gjithë botën në anën e tij. Ai që nuk e ka, ai ecën vetëm. Atëherë, le t'i vendosim të gjitha bashk në një vend. Këtu janë 3 parimet themelore, ADN-ja e filozofisë së Carnegie-t. Së pari, mos kritiko, mos dëno, mos u anko. Së dyti, jep vlerësim të ndershëm dhe të sinqert. Dhe së treti, zgjod tek personi tjetër një dëshirë të etur. Të thjeshta për t'u thënë, apo jo, por e gjithë fuqia qëndron në praktikimin e tyre të përditshëm. Ky është themeli. Mirë, tani dikush mund të mendojë, wow, kjo është shumë informacion. Nga t'ja filloj? Dhe kjo është një pyetje e drejtë. Por Carnegie e kishte menduar edhe këtë. Ai na jep një hap të parë, mënyrën më të lehtë dhe më të thjeshtë për të filluar ta vësh në praktik gjithë këtë filozofi. Diçka që mund të bëhet tani me njerë. $1 milion, çfarë mund të flej kaq shumë? E po, sipas industrialistit legjendar Charles Schwab, pikërisht kaq vlente buzëqeshja e tij. Tingëllon si egzagerim? Ai vetë thoshte se nuk ishte as pak. Aftësia e tij e pashoqe për të pëlqyer njerëzve, aftësi që buronte nga ajo buzëqeshje, ishte çelësi kryesor i suksesit të tij marramendës. Dhe pse është kaq e fuqishme? Sepse një buzëqeshje e vërtet nuk ka nevojë për fjalë. Ajo komunikon me njerë. Unë të pëlqej. Ti më bën të lumtur. Më vjen mirë që të shoh. Ajo është një mesazh i pastër i vullnetit të mirë. Mendojeni pak. Një buzëqeshje nuk i kushton asgjë atij që e jep, por mund t'i ndryshojë ditën atij që e merr. Ajo ndriçon çdo ambient. Pra, tani që kemi parë këtu mjete kaq të fuqishme, pyetja mbetet për secilin prej nesh. Me cilin prej tyre do të nisim? Cilin do ta provojmë të parin? Ndoshta sot do të vendosim thjesht të mos e themi atë fjalën kritike që na vjen në majt gjuhës, ose ndoshta do të gjejmë një moment për t'i dhënë dikujt një vlerësim të sinqert. Apo ndoshta do të fillojmë me diçka edhe më të thjeshtë, një buzëqeshje. Cili do qoftë ai, hapi i parë është gjithçka.